Kapitulli i 2. Vëllezërit e mi, mos e përzjeni besimin e Zotit ton të lavdis, Jezu Krishtit, me dallimet ndërmjet njerëzve. E zëm se kur mblidheni së bashku, vjen dikush që ka unaz ari dhe rroba të shtrenjta, si edhe një i varfër me rroba të vjetra. Nëse tregoni kujdes të veçantë për atë që ka veshur rrobat e shtrenjta dhe i thoni, ti, ulu këtu në vendin e mirë, ndërsa të varfrit i thoni, ti rri në këmbë atje ose ulu këtu te këmbët e mia. A nuk keni bërë kështu dallime ndërmjet jush, duke u bërë gjykatës me mendime të liga? Dëgjoni vëllezërit e mi të dashur. A nuk i zgjolli Perëndia të varfrit e botës për t'i bërë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u premtoi atyre që e duan? Ndërsa ju nuk e nderuat të varfrit. A nuk janë të pasurit ata që ju sundojnë dhe ju heqin zvarr në përgjigje? A nuk janë ata që përdhosin emrin e mirë me të cilin jeni quajtur? Nëse zbatoni ligjin e mbretërisë së Perëndisë, siç thuhet në shkrimin e shenjtë, duaj e tjetrin si veten. Atëherë veproni mirë. Por nëse bëni dallime, bëni mëkat dhe ligji i Mojsiut ju dënon si shkelës. Kush e zbaton të gjithë ligjin e Mojsiut, por e shkel në një pikë, bëhet fajtor ndaj të gjithë ligjit, sepse ai që tha, mos bëj tradhti bashkëshortore, tha edhe mos vrit. Nëse nuk bën tradhti bashkëshortore, por vret, atëherë ke shkelur ligjin e Mojsiut. Prandaj flisni dhe veproni si njerëz që do të gjykohen me ligjin e lirisë. Gjykimi do të jetë i pamëshirshëm me atë që nuk ka treguar mëshirë, ndërsa mëshira ngadhnjen mbi gjykimin. Çdo bi ka, vëllezërit e mi, nëse dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra? A mund ta shpëtojë atë besimi? Nëse ndonjë vëlla besimtar ose ndonjë motër besimtare nuk ka rroba për të veshur dhe u mungon ushqimi i përditshëm, dhe ndonjë nga ju u thot, shkoni në paqe, ngrohuni dhe ngopuni, por nuk u jep atyre gjërat e nevojshme për trupin, çdo bi ka kjo? Kështu pra, edhe besimi pa vepra është i vdekur në vetvete. Por dikush do të thotë, ti ke besimin, ndërsa unë kam veprat. Unë i them, më trego si mund ta kesh besimin pa vepra, dhe unë do të tregoj besimin nga veprat e mia. Ti beson se ka vetëm një Perëndi? Mirë bën, edhe djajt e besojnë dhe dridhen. A do ta kuptosh, o njeri kot, se besimi pa vepra është i padobishëm? A nuk u bëj drejt nga veprat ati ynë Abrahami kur kushtoi birin e tij? A e shikon se besimi bashkëveproi me veprat e tij dhe u përsos nëpërmjet tyre? Kështu përmbush shkrimi i shenjtë që thot, Abrahami besoi Perëndisë dhe kjo ju numërua për drejtësi. Ai u quajt mik i Perëndisë. Pra, e shihni se njeriu bëhet i drejtë nga veprat e jo vetëm nga besimi. Po ashtu edhe lavierja Rahab. A nuk u bëhet drejtë edhe ajo nga veprat kur priti të dërguarit dhe i përcolli nga një rrugë tjetër? Sikur se trupi është i vdekur pa shpirtin, ashtu edhe besimi është i vdekur pa veprat.